Këshilli për operacione zgjedhore ka shqyrtuar dizajnin dhe përmbajtjen e fletë votimit për votimin jashtë Kosovës. Nuk e di nëse është i njëjti realisht, është i njëjti format, janë të njëjtat elementet të brendshme që janë edhe të sigurisë dhe të tjera që përcaktojnë fletë votimin, për nga dukja dhe për nga themi edhe elementet e sigurisë. Dallimi konsiston atë që ky fletë votim nuk i përmban amat, pra është i pa, sepse është për votim jashtë vendit, përmes postës, dhe ideja është që me qenë që të procedojmë sa më parë për të zëna fatet për sa i përket votimit përmes postës, na e kemi trajtuar dhe e rekomandojmë për shqyrtim dhe miratim në KQZ. Realisht ato brenda janë gjitha dokumentet përcjellëse mbështetëse në lidhje me këtë. Faleminderit, Elvan. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedh në votim, kush është për? Me 10 vota për, miratohet dizajni dhe përmbajtja fletë votimit për votimin jashtë Kosovës. Pika radhës, Elvan.